Përshëndetje, ju urojmë se ardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokanstra kundër të tjera sot do të ndiqni. 20 artizan janë bërë pjesë e panairit kultar të çelur këtë fundjavë në Gjirokastër. Ky event i organizuar nga Bashkia dhe TIT Gjirokanstra do të jetë i hapur deri ditën e hënë në pazarin karakteristik të qytetit të Gurtë. Shoqata e vullnetarëve Dhipsakos nga Janina e Greqisë organizoi në Dervician të Dropullit një takim sensibilizues me banorët e zonës me temë parandalimi sëmundjeve të zemrës. Me këtë rast specialistët kanë bërë tek banorët matje të sheqerit në gjak, si dhe kanë shpërndar falas aparat të matjes së glukozës në gjak tek ata që kishin parametra të larta. Biblioteka e Gjirokastrës është ndër më të vjetrat në shkallë vendi me një fond prej 120.000 ekzemplarësh që janë tituj të ndryshëm librash dhe periodikësh. Kjo pasuri është arritur të vijë deri në ditët e sotme në duart e lexuesit fal punës që bibliotekarët ndër vite kanë bërë për mirëmbajtjen e tyre. Veshjet tradicionale të Dropullit dhe të Pogonit janë bërë shpesh objekt studimi dhe ulumtimi nga specialistë të folklorit. Madje ditët e fundit ka pasur dhe një propozim për veshjen e nuses Dropullite ku kërkohet që të merren në mbrojtjen e UNESCO-s. Ju njohim tani më gjerësisht. 20 artizan janë bërë pjesë e panairit kult art të çelur këtë fundjavë në Gjirokastër. Ky event i organizuar nga Bashkia dhe TIT Gjirokastra do të jetë i hapur deri ditën e hënë në pazarin karakteristik të qytetit të Gurtë. Pas ditën e së shtunës u çel në pazarin karakteristik të Gjirokastrës Panairi Kult Art. Edicioni 7 i këtij eventi ka sjellë në qytetin e Gurtë 20 artizan nga vendi, por edhe Kosova, Malizi e Maqedonia e Veriut. Kult Art vjen me edicionet e tij të 7. Në këtë edicion, ashtu si çdo vit, janë mbledhur artizan nga treva të ndryshme shqiptare, shqipfolse. Janë diku rreth 20 artizan, të cilët marrin pjesë në punimet e tyre, punime të ndryshme siç janë punime piroteknike, punime në pëlhur, qylyma, punime me lesh, edhe plot aksesorë të ndryshëm. Misioni i Kult Art është që të bëj bashkë dhe të mbledh gjithë artizanët, dhe ku ka më bukur se të mbledh në Gjirokastër. Edhe artizanët shprehin gjithmonë gatishmërinë dhe kërkojnë gjithmonë që të jenë pjesë e panaireve që ne zhvillojmë. Edhe kështu që tradita do vazhdojë gjithmonë edhe vit pas viti. Ky eventi i traditës u mundson grave dhe vajzave shqiptare të prezantojnë krijimet e punuara me dashuri me materiale të ndryshme. Është e treta herë që jam pjesëmarrëse në këtë panair. Kalojmë shumë bukur. Punimet e mia janë këto, i punoj gjitha çantat pundore. Punoj edhe rruza bizhuteria. Gjitha janë pundore që i punoj vetë. Ju keni një vend, një dyqan, si funksiononi? Kemi edhe dyqan në Prishtinë, po kemi edhe online që punoj më shumë, nga shtëpia. Një çantë për shembull sa kohë ju merr me thurje? Varet, nëse është më e vogël, merr kohë më pak, nëse është më e madhe, merr kohë më shumë. Shohim këtu dhe me ruaza. Po, edhe me rruza i punoj pundore janë, edhe këto. Ja vlen të merresh me këto që ke? Puna dorës normal që e ka vlerën e vet, ja vlen sigurisht. Se tritet kam filluar me vlerësu punën e dorës. Është e treta herë që vi me artizanale, kam punime dore, ne kemi shoqatën tonë, organizatën tonë që i ndihmojmë grave, i ekspozojmë dhe ja fshesim. Pra, këto janë punimet e grave nga grave. Mitrovica? Po, janë punimet e grave nga Mitrovica Veriore. Ka vetë ushqyse, ka nana që ushqejmë vetë, jo ka nana kështu që kanë familje, që mbajnë familjen, kështu që punojmë bashkë. Dhe si shisni këto gjëra ju, këto prodhime? Këto prodhime zakonisht i shisëm nëpër panaira, kështu, ma tepër. Na jepet mundësia dhe nëpër panaira i shesim. Po online nuk funksionon? Edhe live, po jo shumë. Ma tepër është kjo kështu. Po ka tërheqje në panair? Ka. Nuk është keq, mirë është. Në sa panaire mund të merrni pjesë në një vit ju? Zakonisht thuja gjitha panairat. Kult Art është një event i përvitshëm që vjen në Gjirokastër si organizim i TIT Gjirokastra, ADF dhe Bashkisë Gjirokastër me një larmi aktivitetesh duke promovuar vlerat e trashëgimisë kulturore. Shoqata e vullnetarëve Dhipsakos nga Janina e Greqisë organizoi në Dervician të Dropullit një takim sensibilizues me banorët e zonës me temë
parandalimi i sëmundjeve të zemrës. Me këtë rast, specialistët kanë bërë tek banorët matje të sheqerit në gjak, si dhe kanë shpërndar falas aparatet matjes së glukozës në gjak tek ata që kishin parametra të larta. Banorët e Dervician dhe të fshatrave të tjera nga Dropulli ju përgjigjen thirrjes së shoqatës vullnetarëve Dipsakos për të informuar për pandalimin e sëmundjeve të zemrës, si dhe rreziqet që mban sasia e madhe e glukozës në gjak. Drejtuesja e grupit mjekësor të ardhur nga Janina ndihet shumë e emocionuar, por edhe shumë krenare që shoqata e saj arriti të sjellë mjek të mirënjohur në Dropull. Ka shumë para por ligjet në Podohi. Ne jemi një shoqat vullnetarësh, ku emri saj nënkupton diabetin. Mendojmë se kemi detyrim moral për të ndihmuar banorët e Dropullit. Mjekët e mirënjohur që përbëjnë grupin me 6 veta, do të bashkëbisedojnë me banorët për të parandaluar rreziqet nga sëmundjet e zemrës, duke u përqendruar tek diabeti. Mjeku i mirënjohur zoti Konstantinos Papas, drejtori i klinikës së kardiologjisë në Spitalin Universitar të Janinës, ishte referuesi kryesor i takimit sensibilizues në Dervician. Është e disata herë që vizitoj Dropullin dhe Gjirokastrën. Kam shumë miq nga këto treva. Jam i lidhur shpirtërisht dhe për këtë jam shumë i nderuar. Në këto 34 vitet e fundit kam pasur shumë pacient nga Shqipëria, ku një pjesë e mirë ishin anëtarë të minoritetit etnik grek. Jam në prag të pensionit, por do të vazhdoj të kontribuoj për shëndetin e gjithë shtetasve shqiptar. Në fund të bashkëbisedimit me banorët grupi mjekëve nga Janina, kreu tek ata të fundit ekzamenimet të matjes së glukozës në gjak, kurse banorëve që kishin parametra të larta të glukozës, ju shpërndan falas aparatet të matjes së sheqerit në gjak. Infeksionistja e Spitalit Alcikosta në Janina shpjegon kushtet higjienike para se të kryhet matja e sheqerit në gjak. Jam shumë e emocionuar që ndodhem në Dervician. Sot do të sqaroj banorët e Dropullit për kushtet e higjienës para kryerjes së matjes së glukozës në gjak. Secili duhet të lajë duart para se të bëj vetë ekzaminimin e sheqerit. Ky takim sensibilizues u bë i mundur falë edhe kontributit drejtuesve vendor në Dropull. Biblioteka e Gjirokastrës është ndër më të vjetrat në shkallë vendi, me një fond prej 120.000 ekzemplarësh që janë tituj të ndryshëm, librash dhe periodikësh. Kjo pasuri është arritur të vijë deri në ditët e sotme në duart e lexuesit, fal punës që bibliotekarët ndër vite kanë bërë për mirëmbajtjen e tyre. Me një shekull jetë, Biblioteka e Qytetit të Gurt ofron një fond të pasur me libra të zhanreve të ndryshëm, por edhe revista e gazeta. Falpunës së bërë për mirëmbajtjen e tyre nga punonjësit e saj ndër vite, është arritur që ata të jenë ende pjesë e këtij fondi të çmuar, duke i trashëguar nga brezi në brez. Në këtë proces të rëndësishëm i gjejmë punonjësit aktuale të këtij institucioni. Libri gjatë viteve dhe përdorimit nga lexuesit dëmtohet dhe neve përpiqemi që ta mirëmbajmë. Në këtë mënyrë neve i zgjasim jetën librit dhe e bëjmë të trashëgueshëm në brezat e ardhshëm. Konkretisht më tepër ndërhyjmë në librat që janë dëmtohen dhe rregullojmë edhe koleksionet e gazetave, të fletoreve zyrtare, revistave, i bëjmë koleksione 3 mujore dhe 6 mujore. Për momentin jemi duke përgatitur pararojën e vitit 1968, janar dhjetor është vjetore, koleksion vjetor. Kjo është kopertina që i bëhet gazetës dhe pastaj lidhen gazetat bashk dhe vendosen në kopertinë. Po cilat janë dëmtimet më të zakonshme që marrin librat nga përdoruesit? Dëmtimet më të zakonshme janë në kopertinë, që dëmtohet kopertina, hiqet pulla që neve vendosim. Pastaj dhe në fletët e brendshme, disa nga papërgjegjësia mund të shkruajnë, mund të grisen, dhe neve përpiqemi që t'i zvendësojmë fletët. Ke marrë një botim tjetër të atij, mund të fotokopiohet dhe ngjitet në libër. Në rast që është dëmtimi i rëndë, neve i kërkojmë lexuesit që të bjerë një libër për ta zvendësuar të njëjtë, ndërkohë që dhe i paralajmërojmë në vijim që nuk mund të marrin më libra në rast se ky përsëritet. Dhe apeli që vjen nga bibliotekaret është: në bibliotekën tonë ka libra shekullor, të cilët me përkujtesje dhe mirëmbajtje kanë ardhur deri në vitet e sotme, dhe neve i kërkojmë qytetarëve dhe lexuesve të bibliotekës që t'i mirëmbajnë librat, të kujdesen. Biblioteka e Gjirokastrës është ndër më të vjetrat në shkallë vendi, me një fond prej 120.000 ekzemplarësh që janë tituj të ndryshëm, librash dhe periodikësh.
Veshjet tradicionale të dropullit dhe të pogonit janë për shpesh objekt studimi dhe hulumtimi nga specialistë folklorit. Madje ditët e fundit ka pasur edhe një propozim për veshjen e nuses dropullite, ku kërkohet që të merret në mbrojtjen e UNESCO-s. Veshjet tradicionale të dropullit dhe të pogonit kanë qenë dhe janë objekt diskutimi nga shumë specialistë studiues të folklorit. Po temi i fundit për këtë çështje ka qenë studimi i skenografit të njohur Stavri Çati, i cili ka dhënë detaje dhe fakte historike në lidhje me këto veshje. Kurse specialistët e folklorit zoti Mjalki Çaqi nga dropulli dhe zoti Kristo Çeliki nga pogoni japin versionet e tyre në lidhje me veshjet karakteristike të këtyre dy zonave. Sugjeroj një gjë që të mbajmë veshin sa me të mirëfujt, sa me të origjinale. Mos ta teprojmë, sidomos në disa qendizmat e tepërta. Unë këtu edhe do ta cilësoj edhe sot që ka një tepërsi në këto qendizma, sidomos në dropulli poshtë për shembull, ka pak me të jashtë masës, domethënë qendizma, mbase ato nuk janë me efekt, domethënë për veshjen dropullit. Mirë është që të gjejmë origjinën historikun dhe të mbështetemi shumë tek traditat e veshjes tonë. Veshja tradicionale e pogonit ka qenë veshje e bardhë, të cilën e mban akoma sopiku, në të cilën unë do të përqendrohem në ato pak fjalë që të them. Pjesët të tjera, fshatrat të tjera të pogonit kanë huazuar nga rrobat e lungjit, të cilat janë shumë të bukura, por kanë ngjashmëri, kanë dhe shumë ndryshime. Madje, zoti Mjalki Çaqi në një aktivitet të zhvilluar kohët e fundit për veshjet karakteristike në minoritetin etnik grek, propozoi që veshja e nusës dropullit të kalojë në mbrojtjen e UNESCO-s. Shoqata e veteranëve të luftës nacional çrimtare në Bashkinë e Finiqit u bën apel autoriteteve vendore për të mirëmbajtur dhe rikonstruktuar monumentet në kujtim të dëshmorëve ose ngjarjeve historike. Sipas drejtuesit të shoqatës, nga 19 monumente që janë në territorin e kësaj njësie vendore, vetëm 7 prej tyre janë funksionale. Zona e Finikit mbart besu për ngjarje dhe data historike të luftës së dytë botërore. Në territorin e kësaj njësie vendore janë zhvilluar takime të rëndësishme të luftëtarëve të lirisë, si në Memorak në vitin 1943, si dhe janë krijuar kompani dhe çeta partizane. Në nderim të këtyre ngjarjeve historike, por edhe të dëshmorëve të zonës janë ndërtuar lapidare dhe monumente, por jo të gjitha këto janë funksionale. Bashkia e Finikit ka disa vjetra monumente, po monumentet janë një pjesë në funksionim, një pjesë në ndërtim, një pjesë në merremetim. Gjithsej janë 19 monumente të tilla, një pjesë e madhe janë prishur, më shumë janë prishur ato pllakat përkujtimore për familjet e bazë të luftës nacionale çrimtare që u bë në kohën e rëmujës së 97. Funksionale janë 7. Janë për të ndërtuar 11-12 të tjera, për të rindërtuar ose për të merremetuar. Simboli i luftës nacionale çrimtare në Finik është heroi i popullit Lefter Talo, i cili u vra nga pushtuesit gjerman në betejën e Margëlliçit. Shtëpia e tij në vendlindje ka qenë muze prej disa dekadash, kurse tani është mbuluar nga shkullet dhe ferat. Drejtuesi i shoqatës, por edhe funksionar në bashki, na bën me dije se kjo godin ka probleme pronësore dhe çështja po gjikohet nga organet e drejtësisë. Gjithsesi, çdo 29 mars shoqata e veteranëve organizon aktivitet në përmendoren e tij në fshatin Livadja. Ditët e panairit kultar shoqërohen edhe me një sër aktivitetesh artistike të cilat i japin një tjetër atmosferë qytetit të Gurt. Mbrëmja e së shtunës ngjiti në skenë artistët e rinj nga Ulqini. Janë të rinj tulqinak që i dhanë jetë pazarit të Gjirokastrës mbrëmjen e të shtunës me performancat e tyre. Artistët e rinj, nxënës të shkollës së mesme Vëllazarim Bashkim performuan për qytetarët dhe vizitorët e kësaj fundjave, duke krijuar një atmosferë të gëzueshme. Ne posedojmë një kor me numër të madh nxënësish, mirë po për sonte kemi përzgjedhur një numër më të vogël, të cilët do të shpalosin një repertuar me këngë popullore, si nga Shqipëria ashtu dhe burimore nga Ulqini. Mendoj se aktivitetet e tilla janë të mirëseardhura, sidomos për ne shkolla që gjendemi jashtë Shqipërisë, për arsye se në këtë mënyrë na lidhin kultura përbashkë, gjuha, tradita kështu me radhë dhe forcohet identiteti i nxënësve tanë me kulturën shqiptare. Për ta ishte takimi i parë me Gjirokastrën dhe së bashku me numrat muzikor sollën edhe kostumet popullor të zonës së tyre.
Ne sonde kemi përgatitur një këngë të bukur e cila quhet Vin Vaporat. Ajo është një këngë nga Ulqini dhe po ashtu kallëzon një lajm të bukur se si burrat kushtojnë burrninë e tyre duke shkuar në përdet dhe po ashtu edhe si gratë i kanë pritur ata. Kjo është pra hera e parë imja që jam në Gjirokastër dhe jam shumë e kënaqur që kam ardhur për herë të parë me korin e shkollës. Është një kënaqësi që jemi të thirrur këtu edhe këtu do korin ton do përfaqësojmë me këngë të ndryshme në gjuhën malazeze, në këngë popullore dhe jemi shumë të kënaqur që gjendemi në këtë moment. Po Gjirokastra si të duket? Gjirokastra më duket është një vend i vogël, por shumë i bukur, ka pra detaje shumë të bukura të cilat më japin shumë përshtypje të bukura. Kostum është nga Ulqini, kjo është pjesë e hyllalykut, çamadani dhe brezi, si ashtu edhe benebreket me një këmish dhe një shami. Sa me plotëse është dhe sa me shumë lira që ka, aq më tepër e tregon pasuninë e familjes sonë. Ju keni veshur kostumin e? Anës së malit është pjesë e Ulqinit, atëherë ky është xhamadani, këmisha, boçja, rripi dhe një këmish dhe bernaveket. Kjo veshje vjen nga ana e malit, e cila është pjesa e Ulqinit dhe jam shumë krenare për t'i veshur këto tesha. Sa vjeçare është kjo veshje? Kjo veshje është 20 vjeçare, por është një veshje shumë e vjetër që është në anë të malit dhe shumica e njerëzve e veshin këtë. E veshin në raste festash si? Për shembull kur kemi darsma, në shenjë dhuntie, gratë e martuara i veshin teshat e anës së malit dhe shkojnë për të çuar dhuntin. Ulqinakët kanë filluar të jenë prezent në Gjirokastër me aktivitete të ndryshme. Në qershor ishte ansambli Troje Tona që shpalosën këngët dhe vallet tradicionale. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshe.